Keni pa gjumësi dhe nuk flini do të rahat, receta si të flini si qinj gjatë natës. Ne dimë që ushqimet e caktuara që përmbajnë kafeinë ose sheqer mund të stimulojnë sistemin nervor, duke e bërë më të vështirë gjumin e natës, por ka edhe ushqime që kanë efekte të kundërta. Mos hani karbohidrate. Ushqyerja që përfshin nxjerrjen e karbohidrateve mund të prishë ekuilibrin kimik të trupit dhe kështu parandalon gjumin e mirë. Në vend që t'i eliminoni plotësisht ato nga dieta juaj, jini të mençur të zgjidhni karbohidratet që hani. Në mbrëmje shtoni bizele ose thjerza dhe gjithashtu sugjerohet të tregoni kujdes me konsumin e tepërt të tyre. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Përfshirja e karbohidrateve në dietë ndihmon në rritjen e niveleve të tripofanit, një aminoacid thelbësor në gjak i cili trupi e kthen atë në serotonin. Shpesh quhet gjithashtu hormoni i lumturisë dhe do t'i jap trupit tuaj paqe mendore dhe një gjendje që ju bën më të lehtë gjumin. Përdorni kamomilin. Nëse jeni të stresuar dhe të paaftë për të çlodhur, pini çaj të ngrohtë të kamomili. Kjo barishte mrekullueshme nuk përmban kafeinë dhe është edhe plot edhe me krizin, e cila ka efekt antioksidues dhe një efekt qetësues të provuar. Efektiviteti i kësaj substance tregohet gjithashtu nga fakti që shpesh përdoret si ilaç për pagjumësinë dhe çrregullime të tjera të gjumit. Konsumoni një grusht bajame. Sheqeri i dobët dhe i pasur me proteinë dhe magnez, bajamet janë gjithashtu të shkëlqyera për të relaksuar muskujt e lënduar. Ato përmbajnë yndyrna dhe fibra të shëndetshme, kështu që ato stabilizojnë nivelin e sheqerit në gjak, gjë që do ju pengojë që të hapni frigoriferin, sidomos gjatë natës. Nëse shqetësoheni për peshën e tepërt, mos e tepëroni me bajamet. Mjafton një grusht bajame në ditë ose 30 gram bajame çdo ditë. Bananet. Bananet janë një burim i shkëlqyer i kaliumit, një mineral i fuqishëm që do të qetësojë sistemin nervor. Ato përmbajnë gjithashtu sasi të madhe të vitaminës B, e cila ju ndihmon në shndrimin e tripofanit në serotonin, duke përmirësuar kështu cilësinë tuaj të gjumit. Qershit. Konsumi një gotë me lëng qershie ose disa kokra qershi të vogla, sigurisht që do ju ndihmojnë në këto raste. Qershit janë burimet më të mira të melatoninës që ofron natyra. Melatonina njihet si hormoni i gjumit. Ajo lind nga shndrimi i serotoninës. Melatonina zakonisht çlirohet në mbrëmje dhe ju bën të ndjeheni të lodhur dhe gati për gjumë, kështu që ju mund të flini më mirë pa marrë asnjë ilaç ose tabletë tjetër artificiale. Këtë e tregojnë edhe disa studime të cilat subjektet e testimit pinin një gotë me lëng qershie para se të flinin. Ata u zuri gjumi mesatarisht plot 17 minuta më herët. Gjëja më e mirë është se efektet anësore të pilulave të gjumit nuk duhet të merren parasysh këtu, sepse është një produkt krejtësisht natyral dhe i shëndetshëm. Drithrat. Nëse mungon vetëm magnezi, një bukë thjesht integrale mund të ndihmojë në vend të një tablete. Dihet se ushqimet me drithra integrale që nxisin gjumin ju ofrojnë gjithashtu shumë magnez. Studimet madje tregojnë efektet e magnezit në nxitjen e gjumit. Produktet me drithra integrale janë një recetë vërtet mrekullueshme, veçanërisht kur bëhet fjala për stresin, pasi që magnezi redukton çlirimin e hormoneve të stresit. Si alternativë ndaj bukës, mund të përdorni për shembull edhe bulgurin. Produktet e qumshtit. Ushqimet që nxisin gjumin vijnë në të gjitha format dhe ngjyra të ndryshme. Nëse nuk jeni vegan, bulmeti mund të bëhet miku juaj më i mirë. Ato përmbajnë shumë tripofan, i cili është një aminoacid i rëndësishëm për trupin. Ato bëjnë të mundur që trupi të prodhojë serotoninën. Serotonina është hormoni i lumturisë që ju bën të jeni të lumtur dhe pengon mendimet e bezdisshme që vijnë gjithmonë në mbrëmje. Serotonina është gjithashtu e nevojshme për të prodhuar melatoninën. Frutat e thata. Opsioni vegan i produkteve të qumshtit janë frutat e thata. Frutat e thata përmbajnë të gjitha aminoacidet esenciale tripofan. Nëse dëshironi përfitime të dy fishta, mund t'i kombinoni gjithashtu të dyja. Për shembull, mund të përzieni frutat e thata me kosin tuaj dhe përveç efekteve që nxisin gjumin, keni edhe një ushqim të shijshëm në mbrëmje. Kushdo që ende beson se yndyra është gjithashtu e keqe për trupin, nuk është marrë si duhet me ushqyerjen. Avokado.
Në listën e ushqimeve që nxisin gjumin nuk duhet të ishte e plot pa konsumin e avokadove. Gjithashtu ato përmbajnë edhe shumë magnez i cili e siguron që muskujt të relaksohen. Ju mund të dalloni mungesën e magnezit nga fakti se muskujt dhe nervat tuaja provokohen me shumë lehtësi. Kjo krijon shqetësime të brendshme dhe bën më të vështirë që ju të bini gjumë. Përveç kësaj, magnezi mund të përshpejtojë rigjenerimin e muskujve dhe në këtë mënyrë të shkurtojë dhimbjet e muskujve. Çaji. Çaji i mirë qetësues i vjetër. Mënyra më e mirë për këtë është të zgjidhni një lloj qetësuesi si kamomili ose livando. Ndryshe nga çajrat e frutave, këto ende përmbajnë disa përbërës aktiv që qetësojnë trupin tuaj. Veçanërisht kamomili është i përshtatshëm për shkak të antioksidantëve. Kjo lidhet me receptorë të ndryshëm të trurit tuaj të cilat mund t'ju bëjnë të bini një gjumë më të shpejtë. Bananet. Tani kemi ardhur në kulmin e listës së ushqimeve që nxisin gjumin sipas Healthline. Nuk ka asgjë që ky frut nuk mund ta bëjë. Ai përmban shumë magnez, kalium dhe vitamina. Këtu gjenden edhe aminoacidet triptofan, të cilat njihen gjithashtu për aftësinë e trupit për të prodhuar melatonin. Në kombinim me magnezin dhe kaliumin, temperatura e trupit ulet dhe ekuilibrohet në mënyrë të rregullt. Nuk është çudi që keni më të lehtë të relaksoheni pasi keni ngrënë një banane. Përveç kësaj, presioni i gjakut ulet dhe sigurohet një tretje më e mirë. Në këtë mënyrë, trupi juaj përqendrohet në mënyrë të përsosur dhe nuk pengohet të bjerë në gjumë ose të dalë gjumi gjatë natës nga faktorët e tjerë. Erëzat e caktuara. Ju gjithashtu mund të bëni vetë ushqime që nxisin gjumin thjesht duke përdorur erëza. Erëzat gjithashtu mund të ndihmojnë për të patur një gjumë më të qetë. Erëzat përshtaten dhe përfshinë kardamom, të cilët mbështesin edhe tretjen. Karafili ka të njëjtat efekte. Tani varet vetëm nga shija juaj personale. Ju gjithashtu mund të përgatisni edhe një përbërje për gjumin e thjesht duke përzier erëzat sipas dëshirës suaj. Është e rëndësishme që nëse gjendja juaj është prekosh, duhet të adresoni atë tek mjeku për të parë edhe shkaktarët e mundshëm. Nëse vuani nga pagjumësia dhe nuk e dini çfarë të bëni që t'ju zeri gjumi në fund të ditës, sekreti qëndron pikërisht te dieta juaj ushqimore në shumicën e rasteve. Ekzistojnë disa ushqime të cilat mund t'ju relaksojnë dhe t'ju qetësojnë dhe t'i japin gjithashtu një gjumë më cilësor. Le të zbulojmë disa prej këtyre ushqimeve më të mira, të cilat duhet t'i keni pjesë të dietave tuaja. Pagjumësia është një shqetësim shumë i shpeshtë i gjumit, i karakterizuar gjithashtu edhe nga paaftësia për të fjetur, pavarësisht nga nevoja fiziologjike të cilën mund ta keni vërtet të madhe. Personat të cilët vuajnë nga pagjumësia e dinë shumë më mirë se sa stresuese mund të jetë gjendja e tyre, fakti se qëndrimi gjatë natës me syt në tavan mund të ndikojë gjithashtu edhe anën psikologjike. Shumë prej personave përdorin teknika nga më të çuditshmet, bëjnë aktivitete të ndryshme dhe rezultatet gjithashtu janë vërtet të dobta. Prandaj, duke përmirësuar shëndetin tuaj, duke ndryshuar dietën, do ta keni disi më të lehtë të përmirësoni cilësinë tuaj të gjumit pa u drejtuar menjëherë tek medikamentet. Orizi është ideal për të gjitha ata persona të cilët të vuajnë kryesisht edhe nga pagjumësia. Edhe ky ushqim përmban nivele shumë të mira të tripofanit, element këtor shumë të rëndësishëm në cilësinë tuaj të gjumit, citon studimi, të cilët përmirësojnë gjithashtu prodhimin e serotoninës, hormonit të gjumit. Bananet. Bananet përmbajnë element të cilët janë të pasur me kalium dhe me magnez. Këto dy substanca ndihmojnë trupin për të rigjeneruar energjitë e humbur gjatë ditës dhe gjithashtu për të përmirësuar cilësinë tuaj të gjumit. Ndjekja e një diete të duhur ushqyese me produkte të duhura mund të ndikojë drejt për së drejti në cilësinë tuaj të gjumit, citoi studimi. Shparagu gjithashtu është një tjetër produkt i cili mund t'ju çlodhë në situata të caktuara dhe të nxjisë cilësinë tuaj të gjumit. Nëse gjendja juaj nuk ndryshon edhe pas ndryshimit të dietës tuaj, atëherë drejtohuni tek mjeku për të marrë trajtimin e specializuar dhe për të zgjidhur problemin në mënyrë përfundimtare. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.